për ta mbyllur. Po për ta mbyllur, shiko, pika lidhse do thënë do foltore ti. Në qoftë se ti dohet të bëj një foltore dhe për të paqëtuar shpirtrat, dyshimet, rebelimet, ato grupimet që janë bërë, ca kërkojnë analizë, ca kërkojnë këtë, ca kërkojnë kanë pak kënaqësi nga drejtuesit politik, apo nuk e di, apo për strategjinë, apo për atë që tha zoti Ilir Ali Mehmeti, që kjo është një parti që po ikën larg, shumë larg. Herën e fundit ka qenë në 2021, larg nga të perceptuarit tashmë, nga të ndëruarit për të qenë forcë qeverisëse. Se ja ju tek e di Ramës në vitin tjetër, dhe për të shmangur gjithë të grackën ku ka rënë me korrupsionin e vet, ku është futur vet. Dhe bën zgjedhje të jashtëzakonshme. Qoftë edhe duke u rekomenduar nga ndërkombëtarët për të zhbllokuar situatën apo etj. A është gati kjo parti? Unë them jo vetëm që s'është, po do ka ta ndiset dhe më keq. Sepse është një elit që ka frikë të mbledh kuvendin kombëtar, ka 7 muaj pa mbledhur. Dhe kuvendi kombëtar është pikërisht ajo nyja e me gjithë të bazën që ti e thëret dhe pastaj habitesh të student, sepse ajo është një foltore gjigande e PD-s. Kuvendi kombëtar, kur secili kanë dhe në fund fare thot mendimin e vet, përplasen, debatojnë dhe në fund fare dalin me vendime dhe thonë ne do ndjekim 1, 2, 3 linja. Por janë mbledhur, se s'janë as 50, pavarësisht se janë 50 deputet, po janë mbledhur 10-15 veta atje, të cilët dhe do na flasin dhe tani në orën 6, të cilët pastaj ditën e martë, që është dita e nesërme, siç ndodhi të martën e kaluar, ulen bashkëpunojnë. Po jo, është problemi që dhe kur bashkëpunojnë janë dhe me shumë kimi. Tani Poli, pse nuk duhet bashkëpunojë opozita me maggjorancën? Na ktheve shumë vite mbrapa. Patjetër që duhet të bashkëpunojë, por jo në formë fatale dhe të arrijë objektivat e asaj që përfaqësojnë atë që duam. Do të bashkëpunojë për kodin zgjedhor. Patjetër, po të jetë transparente dhe ta deklarojë që tani që ne nuk do të bëjmë gabimet, se është po erdhë Bylluk Bashi dhe Damian Gjiknuri, nuk mbyllën kokë më kokë vitin e kaluar dhe tani thonë të gjithë, po ajo reforma, ai kod zgjedhor. Që tani duhet ta thotë ku i kanë vijat e kuqe, kjo është parti. Ne do bashkëpunojmë me Edi Ramën, por nuk do na keq përdor Edi Rama si herën e kaluar, si vitin e kaluar, që na mori votat, kur kishin dhe vota vendimtare, vota kyç, sepse si bënte do 84 vota, por ne do vëmë këto kushte. Dhe kaq e thjesht është Ilir. Ne kuptova. Duket se kemi një problem me Polin. Nuk e di nëse kam doktor Ali Mehmetin.